Në disa pjesë të qytetit të Gostivarit po vazhdojnë punimet intensive për rikonstruimin e rrugëve, përfshirë këtu edhe bulevardin Vëllezri Gjinuvski, tek i cili punimet janë në vijim e sipër. Nga komuna e Gostivarit bëjnë të ditur se synojnë që deri më 10 korrik të përmbyllen punimet e hapura, periudhë që vërkon edhe me fillimin e ardhjes së mërgjimtarëve në vendlindje. Përvoja flet se gjatë kësaj periudhe çdo vit qyteti përjeton rritje të ndjeshme të fluksit të qytetarëve dhe automjeteve, gjë që sjell gjallëri në jetën urbane, por edhe ngarkesë të shtuar në komunikacion, shpesh duke shkaktuar edhe vështirësi në qarkullim. Për të shmangur pengesat në trafik dhe për të lehtësuar lëvizjen gjatë sezonit veror, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani theksoi se punimet do të ndërpriten përkohësisht dhe do të rifillojnë pas përfundimit të periudhës së qëndrimit të mërgjimtarëve në vendlindje. Punimet kanë vazhduar në disa lokacione me të gjithë kompanitë të cilat punojnë në këtë moment. Jemi dakorduar që diku deri ka 10 korrikut të përfundojnë me punimet dhe pas 10 korrikut më mos ketë punime në teren, sepse siç e dim fluksi qytetarëve do të rritet dhe me këtë tu lehtësojmë edhe lëvizjen mërgjimtarëve tanë. Me këtë qasje, autoritetet komunale synojnë të shmangin kaosin në komunikacion dhe të garantojnë lëvizje më të sigurt gjatë periudhës verore, kur Gostivari përjeton fluks të madh qytetarësh.